Hajde more dhondër, hajde ti të I kesh, të shatë dhe ndris, sa shkolla I me I vesh. Neve sot e kem përzgjedh një temë, e cila është në interes të rinjve, të atyne që kanë më martu, ndërsa për kujtim para ata të cilët janë martu, sa këto ka uj me pi, pa që gjithmonë lumturi, trandofi. Unë jam të folë për natën e martesës, se jam të folë për këta kastravecat që natën e martesës e kanë bërë në për kamiona dhe në për parke. Jam të folë për natë martesës që shikahi e muslimonit. Hajde, hajde, son të knojna, mimi herë për hajde. Nëse së thoni duat, ndërun vlezër musliman, shejtani merë pjesë në intimitetin tonë bashkëtorë me grunë tonë. Trando fili qëll mot mot, radhion ma I miri sot. Trando fili qëll mot mot, radhion ma I miri sot. Falënderime dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit dhe udhëzuesit tonë. Salavatet dhe selamet për shëndetet dhe duat tona më të mira janë për dashurin tonë dhe dashurin Allahu Ta'ala. Mbi vullën e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin e Abdullahut, familjen e tij të pastër, shokët, sahabët e tij të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që pasojnë sunetin e pastër të tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur dhe të nderuar vëllezër xhamatlin, familja është qeliza kryesore në shoqëri. Dhe nëse është familja e mirë, bëhet edhe shoqëria e mirë. Por Islami, sikur që I dha kujdes familjes, I dha kujdes edhe për zgjedhjes së formimit të kësaj familje. Nga anët e dy gjinive, edhe mashkullit edhe femnës. Na urdhëroi Allahu Ta'ala që kur të përzgjedhim njeri I cili ka frikën Allahu Ta'ala, apo femër e cila ka frikën Allahun Azza wa Jall. E pastaj përcaktoi norma se si duhet sjell bashkëshortët ndërmjet vetë dhe neve në të kaluamën kem majt ligjëratat posaçme për obligimet bashkëshortore ndaj njëri tjetrit. Duke marrë parasysh se gjendemi në vlugën e darsmave, të martesave, ku sezoni ferës zakonisht është sezon I darsmave, neve sot e kem përzgjedh një temë e cila është në interes të rinjve, të atyne që kanë më martu, ndërsa për kujtim para ata të cilët janë martu, për të pa se martesa e tyne, veprimet e tyne sa kanë qenë përputhje me sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ndërsa për trit, për të pa se si duhet muslimani fillu jetën bashkëshortore, apo se si duhet fillu jetën e tij familjare. Tema është e rëndë për mu, si hoq për me fol, për arsye se ka gjana të cilat zakonisht në jetën normale është turp me I fol, por duke marrë parasysh që kem të bëjmë me çështjet e dinit, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haya fi din, nuk ka turp sa I përket çështjes së mësimit të dinit. Dhe duke marrë këtë parasysh, këtë hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, megjithatë ka marrë për obligim që sot inshallah të flasim diçka në lidhje me natën e parë të martesës, me rregullat se si duhet muslimani dhe muslimania të sillen në fillimin e formimit të familjes së tyre. Se shumë herë, pasarësit pse I kemi që I kemi, përgjegjes kryesor janë prindrit, që është përzgjedhjen e bashkëshortëve ndaj njëri tjetrit, që interesat materiale të kësaj bote na shtyn që neve mos përzgjedhim bashkëshorte që ka frikë Zotin e saj, ose mos përzgjedhim burr I cili është plot kuptimin e fjalës burr, që e man fjalën e vet karshi Zotit vet duke fal namazin dhe duke I kryer obligimet e veta karshi Allahu Ta'ala. Shpesh herë din që martesat, sidomos në këtë kohë të sodit, të jenë dështuar. Dhe kur s'kem pas më tepër çkurorizime se sa në ditën në të cilën jam duke jetu, dhe gjithnjë po vjen keq e ma keq këtu duke na u bë situata. E për me pas pasardhës të mirë,
Për me pas familje të shëndosh dhe të rahatshme shumë më rëndësi starti se si neve po e fillojmë formimin e familjes tonë, sa neve jemi në përputhje me mësimet e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam gjatë këtij bashkimit tonë që e bëjmë këtë botë. Se martesa është institucion shumë më rëndësi, shoqëri. Martesa nuk është vetëm bashkim i dy gjinive dhe kryerja e një aktit epshit. Por martesa është një temel i qitjes së formimit të një shoqërie të pastërt. Se nëse martesa bëhet e shëndosh, dalin fëmijë të shëndosh, dhe është familje e shëndosh, e kur familja e shëndosh, bëhet edhe shoqëria e shëndosh. E nëse në temel bëjmë punë që nuk e kënaqin Allahun Teala, sikur që është përzgjedhja e bashkëshortëve, fare nuk qiten konceptet e Islamit në përzgjedhjet e bashkëshortëve. Hiç nuk e këqyr apo merr burr namazlik, hiç nuk e këqyr apo merr gru namazlik, apo merr femën e cila ka turp Zotin e saj, apo po merr femën e cila fare pa turp i zbulon avretet e saj. Sikur që shohim sot femra, të cilat jam i bindëm disa që shihen në për rrugë të zhveshura, jam i bindëm se ma shumë vishat natën kur bjen shtrat se sa ditën kur den sokak. Ma shumë tesha ka në trup kur bjen shtrat me pijama me sende se sa në sokak që del me paturpsin e saj. E një mashkull që zgjat një femën të këtil, ai do të jetë i dashtum në formimin e familjes vetë dhe edukimin e pasardhësit të vetë. Kjo femën nuk ka mundësi me qenë edukatore e mirë. Ky mashkull që ka qenë për kafiqa dhe kjo femër e ka pa në vendin e rakis, të alkoholit, duhanit, të drogës, të shprenimit, në atë vend nuk ka mundësi me dalë prej këtij burrit babi mirë. Nuk ka mundësi me dalë prej kësaj femne nënë dhe edukatore e mirë që është njoftuar në atë vend. Nuk ka mundësi ajo martesë që fillon me raki, ndarësëm ka raki, me përzime të mjedisit të dasmorve, në për restorane, në për tubime ku gjinit i bashkojmë, i përzim, i vdeshit dhe u bim muzik, e bjerë defatoren aty në mja pagu 100 euro sa hatin. I bjerë tjertë muzikant 3.000 euro natën mja pagu, 5.000 euro natën, varësisht për qëfar haramgjie ka prun të, një martes e këtil që ka fillu me kësi harame, Allahu Teala nuk jep bereqet në atë martes. Allahu Teala nuk jep bereqet në pasardhësit aty në dy haramgjive. Ku nuk është Allah i kënaqëm, s'ka me i lënë të kënaqëm edhe këta të rinë që të kenë një jetë të rehatshme dhe të lumtur. Lumturia është në atane që e bën përputhje me ligjet e Allahut Azza wa Jall dhe me ligjet e parapame prej dërgumit Allahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thamë në fillim, përzgjedhja bëhet sipas kritereve që Allahu ka kërkuar dhe pejgamberi sallallahu prej neve. Ajo është që të përzgjedhim femën e cila ka frikë Zotin e saj, e cila është namazlik, e cila është embolume, e cila ka frikë Allahun Taala. Kjo që ka marrë ka shi Zotit vetë, kjo ka marrë edhe ka shi robëve të Allahu Taala. Femna muslimane edhe namazin e saj kur del para Zotit del embolume. Edhe gjenazën e saj e ka me qefin, nuk hin cullak, edhe nër tokë Allahu nuk po dën me të pa cullak, nësa femnat, neve që shivdeshin për jashta përgjithësinë e majnë burrat dhe babalart e këtyre femnave. Jenë babat, ata të cilët i japin paret për mu blek të tesha, jenë burrat, ata të cilët lejojnë për mu pa avreti i grave të tyne, dhe janë pashtu edhe tregtarët të cilët janë ata të cilët u abin këtë mod të Moskës, apo vendeve tjera të kufrit, që femrat tona të jenë të vdeshur dhe të lakurëqësume, ashtu si që jemi duke i pa neve sot. Muslimani e zgjedh femrën, e pastaj edhe kur e fillon në bazë mësimeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Njëri më i mirë fytyrë tokës është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe shëmbëltyrën më të mirë kemi të i dërguar Allahu Teala, andaj të shohim pejgamberi sa kur martohej, si ishte nata e parë të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ishin mësimet e dashurit të Allahut, shëmbëltyrës njerëzimit. Çfarë porositi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Në kur takohen dy të rinj natën e parë të martesës, të fillojnë me abdest takimin e tyne, të janë të dytë me abdest, e pastaj të falin namaz nafile, të fillojnë bashkimin e tyne
me afrim tek Zoti I tyre, I cili u dha këtë nimet. Ke mund me qenë për atyne që s'kishin më u martu kur, me të bo Allah I hadum, edhe mos më u martu. Nëse Allah të ka falë nefs, dhe të ka bo që me mëri ditën, për më u martu, atëherë meriton ky Zot mu adhuru, Allahu Azza wa Jall. Mu adhuru, ashtu si që ai ka kërku prej neve. Andaj e fillon me abdest dhe I falë 2 recate namaz, të dytë burri gru. Burri kthehet ka kiblja, dhe bashkë me gruën e vet, gruaja falet për mrapa burrit saj, jo me marrë në saf. Mëse ne mos mi pas ment ka kibla, po mi pas te gruaja ta këshyri që ka vesh, as ka vesh, parfymin e saj, shmikën e saj. Me pa gruaja re mbrapa. Dhe e fal 2 recate namaz për hir të Allahut Azza wa Jall. Se njani që shto ish pas fal para gruas, e kish marrë gruan, po gruaja s'kish dit me fal namaz, e ky ingrati me dash me I kallzu gruas që shfalet namazi. Po falet, po pe këshyr gruan që shpe këshyr, ajo po kesh me këta ne. Ky të këshyr, sa të kesh gruaja me mu? U qu dha selam, gruaja po kesh, u qu edhe 2, tha zërë se falat tamam, mos nguta si shpejt e shpejt. Hajt tha edhe 2 pak ma ka dal t'i fali. Allah ma ka dal, po shkon ruku 5 gat, po kthehet 5 gat. Dha selam, o pet gruaja po kesh. Tha që po kesh be gruti, unë po fali namaz, tha pse po kesh. Tha po kesh me ty o që qanë, tha ktheu kiblen e ki që këne, jo ka unë mu këthy. Ingrati kish pas harru kibla, ka ojsh këthy ka gruaja mu fal. E për mos me të arë situata, gruaja me të këshyr ti mu fal, të dy të bohoni me namaz. Se mas ne të kesh, thot e ka hup, kiblen e ka hup. Pandaj fillohet me bashkim të dyve, kashi Allahut Azza wa Jall në shajt falenderimit për nimetin që Allahu Taala u ka dhënë, dhe hadithin që transmeton Imam Tabarani, ba duaja Allahume barik li fi ahli, o Zot më jep bereqet mu në familjen time, wa barik lahum fija, po dhe familjarëve të mi jep ju bereqet në mu. Allahume rzukhum minni warzukni minhum, o Zot jep ju rizk atyne, më ban mu sebeb që unë t'i furnizoj ata, po dhe ata bani sebeb që ata të furnizojnë mu. Subhanallah. Dua. Lutë Allahun që është ditën e parë, momentin e bashkimit. Lutë Allahun Azza wa Jall që Zoti më dhon bereqet dhe rizk të bollshëm. Dhe thu, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fija. Zot më jep bereqet mu në familjen time, po dhe jepi familjes time bereqet me mu. Dhe ata let ma shohin mu hajrin. Se ka burrat që kanë qef me apo hajrin grusë dhe e vladve, po ata kur se ja shohin të kastravecit hajrin. Ka burrat cilët rënejnë paret grava, ka. Që ka mjekra, po ka marak me rënu në njët fistanit grusë dhe me hangër prej grusë. Ka marak me kritiku, edhe me sha. Po ka marak me hangër prej grusë, e kundër të asaj që ne kam su Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajo është, burri është kujdestar i grus dhe i fëmijëve. Burri është ai i cili duhet siguru ushqimin. Burri është ai i cili duhet vesh mbadh familjen e vet. E jo e kundërta, çfarë po shohim sot, ky me nejt, mushtri, me bë gibet, me sha, me shumë mjekë, me nejt në internet edhe me hangër hazër prej grus, e mas ne me thonë, po munohëm me zbatu sunet pejgamberit, sa kjo është totalisht është në kundërshtim me mësimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, që thot gratë e juja janë emanet i Allahut në durët e juja, ushqeni ato me atë që ushqeni veten, vesh mbathni ato me atë që vesh mbathni veten. Do thot edhe familja me ta pa hajrin ty, e jo ti me najt tënd ditën e gruaja dhe fëmijët me punu për ty. Allahumma rzukhum minni warzuqni minhum, Allahumma ijma' bainana ma jama'ta fi khairin, o Zot na bashko neve në punë të hajrit, wa farriq bainana idha farraqta fi khairin, dhe na ndaj neve nëse veç duhet munda me hajr. Edhe nëse duhet munda, se jo gjithë martesa mund me qenë e suksesshme. Na herë ka mundësi që mos me u përputh pikpamjet e dy palëve. Edhe Islami ka leju që të vije deri te çkurërzimi dhe të ndahen bashkëshortët. E blen këpucën numër 42, 43, po kur e vesh ta vret kamën, so pa çare me e vesh pse e ke marr. Edhe çtash vallon et ma vret e kamën, edhe unë do të më nejt me çet këpucë edhe pse mbohet gjak koma. Jo, e hek, e merr një këpucë tjetër. Edhe pse të ka shkruar numër
që ke mendu se është tamam, po ka qëllu në herë likura ma e ashpër, ta vret themrën pak ma shumë. Kështu është edhe puna e jetës bashkëshortor. Kështu është edhe puna e jetës tash të hy një vlla ma të regoj një mesele, që i kishtë regu njani, tha martesa o si ura. Nëse njona palë, si shumë palës tjetër udhë, mesin nur që atyne. Do të milshu njëni tjetrit udhë edhe me kalu, jo, met një që atyne ku jini në për urë. Është mirë kuptim, edhe është lëshim për najherë në qëndrimet tona që i kemi ndaj gjinisë së kundërt. Po ashtu, akti i intimitetit bashkëshortor duhet të filloj me bismillah. Dhe çdo send në jetën tonë fillon në emër të Allahut Teala. Në emër të Allahut Azza wa Jall, unë jam të folë për natën e martesës. Se jam të folë për këta kastravecat që natën e martesës e kam bërë në për kamiona dhe në për park. Jam të folë për natë martesës që shika hije muslimonit. Femna shkon, njoftohet me shpit burrit, hin del, salamadi, masani i thirin krushit, hajde për shkep me marë nuset. Qa po lodhen e nusja e di ma mi shpise na? Qëtë nuset e sodit a? Me qëta djem të rritë sodit, bën një qa dhe shëtit mas nene, hajde bën të lashe me hargju pare dhe mi thirë njes, mi o prish ratin, hajde një merë ma një nusë. Pse me ta marë ty nusja shumë mirë të di shpin tonë. Pse po hargjën? Këta bën qef, shëtit, mas nene, hajde ndarsëm, mas 3 muje, hajde një nakik në kurban se në kale fmi, mas 3 muje, hajde për hajrë këf. Interesant, fëmija e pare ka receptin e shpejt, i dytë jo prej 7 deri 9 mujt, parit si dihet kur. Dele me ketë situatë që faremi duke pa, të rritë. Jem të folë për njerëzit të cilët kanë karakter dhe ruhën që fillimin e fkrimit familjes tyne me e ba në shpe ashtu si që kam su Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam e jero për dhomat të telit edhe në përkerë. Mirë pa, në shpet vetë e nis me bismillah, ashtu si që kam su Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Ka falë namaz dhe e ban edhe intimitetin e vetë bashkërtor me bismillah, sikur që na kam su Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam hadithin që e transmeton Bukhari. E pastaj, kur bëjet në shtrat, para se me flet me ta, vendos dorën e djathtë mbi ballin e nusës. Edhe bën dua, çush na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alay. O Zot, unë kërkoj prej teje që të më jep prej hajrit të saj, prej mirësive të saj dhe prej mirësive që i ka natyrshmërinë e saj. Se njërë ka që ka hajrin natyrshmërinë e vet, është i butë, është i sjellshëm, natyrën e ka, është i tillë. E pastaj edhe mëson hajrin. Edhe mëson sendet mira, ekstra, por natyrën e ka që është njeri i mirë. Dhe vazhdon duaja e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thuaj wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alay, dhe kërkoj strehim dhe ndihmes o Zot që të më ruash prej sherrit të saj dhe sherrit që e ka ajo natyrën e saj. Nëse një martes fillon me kësi dua që Allahit i lutet që Zoti më dhon hajër prej kësaj grue dhe me të ruajt prej sherrit të saj, nuk ka mundësi me vazhdu jeta martesore pastane edhe ti me qenë në depresion dhe jo i lumtur. Ama ty kur qëkën pa bismillah, pa abdes, edhe hyjëm me punë të haramit, edhe pa dua të Allahu Teala, mos prit mirësi për anës Allahu Azza wa Jall, se do t'jesh rahat apo se do t'kesh pasardhës të hajrit prej saj. Është shumë më rëndësi po ashtu që edhe tjetë edhe zbukurimi i dy anshëm, i dy gjinive për njëri tjetrin. Abdullah ibn Abbas për shembull thot, kam qef që t'i zbukurohem gruas time sikur që kam qef edhe ajo me mu zbukuru mu. Mirë po, pregaditja nuk bëhen bazë modës të kafirëve, por e bën si musliman, pastrohesh, rregullohesh, parfymosesh, dhe ke kujdes që vazhdimisht të dukesh ka shi gruas tënde ashtu që shka qef gruaja ty me të pa. Sigur ti që ki qef gruaja jote me dal e rregulluar para teje. Dhe është shumë më rëndësi të potencohet që gruaja duhet më zbukuru vetëm burrit të saj.
Edhe gruaja do të mu vesh sipas kajtjeve dhe qefave të burrit të saj, jo të vjerrive. Burri ka qef me pa gruan që çështone, vjerrit, jo valla, s'po pëlqen ngjyra e zezë, kam qef nusja veç bardha mu kam. Edhe tash duhet nusja mu vesh që shpo do vjerra dhe vjerë. Nusja duhet mu vesh që shdo burri, jo që shdojnë vjerrit. E kompromisi që gjendet është tjetër mesele për mu rujt harmonia e familjes. Mirë po, veshja e gruas duhet me qenë veshje që i pëlqen burrit saj, dhe veshja e burrit duhet me qenë veshje që i pëlqen gruas ti. E jo me i knaq të tjerët, apo me thonë se frizura e saj i shkon kështu ose ashtu, dhe sa burri fare mos me pëlqy veshjen apo flokët e saj. Ti e ke për detyrë si femën ka për detyrë që para mashkullit të rregullohet, të heshohet dhe zbukurohet ashtu si çdon burri i saj, me po jo të del pastaj në atë formë të zbukurume, të dele për jashtë. Apo sikur që i shohim që tash capat që futen në dhamë, që futen në përdarsma, dita e grave, sallon të grave, hajde e bin kastravecin capi vjen atyne edhe dhondre ta bina neve këtu. Çfarë adet është ky? S'ka të bëje kur gjë me adet, as të muslimanëve, as shqiptarëve. Me hi me najt atyne, si muzat atyne dhe mi këshy lopt atyne që e të bo. Kështu i përngjan kjo punë. Gratë janë vdesh, ky zotnia du me hi edhe me i pa ato, qysh po luan, qysh po kse. Ose me pru muzik, gjallë, edhe me i pru gratë me lujt. Edhe nuk e diskutojmë në për familje tonë, që me bo, shpia po thej qështu, po dajnë që qështu ne, këta trit. A trit për kundra zja, e kanë problemin me këta të vjetrit, lene këtë mesele këta trit po dajnë. Problemi me të vjetrit, se thot e kom hangër dhe kom pi në filan vend, edhe aj do të me hangër dhe me pite, unë që shumë e kom hangër dhe kom pite aj. Kom pi raki, do të me pi raki. Kom lujt në darë së do të me lujt edhe aj. Me i pru tuponat e cylet, e që më ngjit e me i pru muzikantat e tjerë, muzik gjallë me bo atyne. Ska burri që ka lyp të femnat, me hinë salonat tjene të gratë. Që po lyp të atjene? Vendi i grave nëse jem të bu gratë, dënë me pa nusën e të shohen atyne. Me po, ti si mashkull nuk guxon me u fut në për vendet të tilla ku janë femnat e zbukurume, të heshume, të vdeshme, që janë mos vetë që janë të vdeshme. Edhe masane do të me shku krushi në përkerra me i pa falni shprehje si gjonja të vdeshme femnat e haxhive edhe muslimanëve të xhamisë. Faji ku është? Gjithë një them edhe po i tham të burrat është. Faji është të safit parë. Faji është edhe të hoxha, se në herë edhe e sheh edhe gruën e hoxhës aty, edhe çikën e hoxhës e sheh. Andaj xhamati ka qef një hoxhë që ka pa në plazh bashkë me tane, Allah hoxha i mirë, bashkë kena kon plazh. Edhe ndasëm kena lujt bashkë, shotën. Dhe sa nëse i del kontra i thot, na erdh me na e prish dinin edhe s'po m'pëlqen sjellja e hoxhës. Po ashtu kur fillohet akti me bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Jo vetëm natën e parë. Po sa herë që të afrohet burri gruas vet, du të me lezu që dua, dhe si musliman jeni të obliguar me mësu këtë dua. O Zot, largo shejtanin prej neve dhe largo shejtanin prej atij që kime na dhënë rrezikun, prej pasardhësve tonë. Dua. Nëse s'thoni duat, ndërun vëllezër musliman, shejtani merr pjesë në intimitetin tonë bashkëtor me gruan tonë. Shejtani është me ju. Nëse nuk thu bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan. Po e përsëris, Allahumma jannibna ash-shaytan, Zot largo prej ne shejtanin. Wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, dhe largo shejtanin pra asaj që na ke furnizuar. Edhe me laçet dalin, edhe shejtan dalin prej asaj dhame, veç ti edhe gruaja jote jini aty. Se thu, shejtani merr pjesë aktive në intimitetin bashkëtor. Dhe ka në hadith Resulullah s.a.s. Nëse lexohet këtë dua, ka thënë pejgamberi s.a.s. Allahi ja urun edhe evladin e juaj për ngacmimeve të shejtanit. Ka thënë ulemaja, s'ka më mundësi shejtani evladin ton me bë kafir ose me çun shirk. Ky evlad del musliman inshallah. Thonis me bismillah.
E masene nona kur t'i përtet djalit, vajzës, dreq, bre, si shejtan mi e ba, mos u që dit, se bëva ki ka marrë pjesë shejtani në intimitetin bashkëshortor. E mas edhe sjellet i ka të shejtanit, s'ka marrë, s'ka tërë, se s'ka lyp dua pra Allahit, Allah me rujt për shejtanit, me e largu shejtanin për ati vendit. Duaja shumë më rëndësi që të kemi në plot kuptimin e fjalës intimitet bashkëshortor dhe që të kemi pasardhës të ruajtëm prej shejtanit. Dhe që të jem deri diku edhe të mbulu. Këtë mos t'jenë të zbulume avretet e tyne, po s'po tham edhe nërqebe, nërqarshafa me i bë, mirë po mos jenë sikur që ka thënë Resulullah s.a.s. që t'i ngjasojnë gomarve krejtësisht të zhveshur. A duhet intimiteti veç të bëhet në terë, a guxon të shihen intimitetet gjinore të ndërsjellta të bashkëshortëve, këtu nuk ka ndalesë. Secili mundet me e arrit kënaqësinë e shiqimit në palën e kundërt, pa kur fa pengesë, se nuk ka asnjë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam që e ndalon shiqimin në intimitetet e ndërsjellta bashkëshortore. Po ashtu është shumë më rëndësi që afrimi në aktin intim të bëhet në pjesën e përparme të femrës, e jo në anusin e saj. Se është ndaluar dhe ka mallku Allahu Teala intimiteti bashkëshortor që bëhet në anusin femror. Janë të mallkuar. Në hadith ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata që afrohen grave të vetë gjatë ditëve kur janë menstruacionet e tyre, edhe pra anusit të tyre, kanë bë kufër asaj që i ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në hadith janë të mallkuar për Allahut azza wa jall. Hadith tjetër, ai i cili bën intimitet bashkëshortor gjatë kohës menstruacioneve të femrës, do të me bë tauba se kjo është haram. Je i mallkuar pra anës Allahut dhe Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, me u pendu dhe me u kthy Allahu Teala, dhe si dënim e ka dhënien e një dinarit të ari, që është 4.3 gram ari. Sot, nëse 270 euro një lirë, që shpo dëgjej, i bjerë diku, se një lirë është diku 7 gram, i bjerë diku mbi 150 euro sadak me dhe. Dësa nëse ndodhë që në përfundimin e ditëve të përmushmeve të grave, kur veç fillon me u zver gjaku i saj, ka hyrë në intimitet bashkëshortor me gruan e vet, nëse ka hyrë në atë kohë, në atë periudhë, atëherës ka në hadith Resulullah s.a.s. që e pagun sa gjysma e sadakas. E pagun sa gjysma e të parës. Dhe më thonë gjysëm dinari të arit. Gjysëm dinari të arit. Dhe kjo është shumë më rëndësi që dihet prej secilit musliman se çfarë është duke bërë. Me po forma se si afrohet grus, nëse afrohet në vendin e duhur, aja është e lejume. Aty nuk është përzi Islami, përkundrazi ka thënë, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, gratë e juaja janë arat e juaja, afroheni arave të juaja nga cila anë doni. Ajet është i Kur'anit. Dhe sa ajeti i Kur'anit ka ndalu, dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam ka ndalu që ditët e menstruacionit burri me u afru grus vet. Dhe gruaja duhet me refuzu një gjë të tillë. Dhe nëse burri insiston nga ana e anusit me u afru grus vet, gruaja refuzon, ai insiston në paraqet e kadia, me zor i ndajnë bashkëshortët. Se ky maniak është budall. Edhe vije deri te ndamja e bashkëshortëve. Andaj është shumë më rëndësi, do të thotë, edhe forma e afrimit, e forma më e mirë e afrimit, sikur që ka përshkruar hadithi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Sahihun e Muslimit, është gruaja të jetë shpinë të saj, e burri të jetë mbi të, dhe ky është hadith i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, veç prekja intimiteteve bashkëshortore, mashkullit dhe femnës,
nëse organet jënë taku, edhe nëse nuk ka deri te ejakulimi, vije pa tjetër bëhet vajib gusli, lamja, e cila është obligative. Dhe për fat keq po shohim të rinj që se di çka gusli, ka një që duhet mu la, po se din, kujto se veç duhet me himu të shërat më hekera. Dhe nuk i di rregullat e guslit, e pastrimit, që ti pas intimitetit bashkëshortor nuk ke të drejt me fal namaz pa u la. Ndërsa ke drejt me hangër, ke drejt me pi, ka drejt gruaja në atë gjendje që është, që e quajmë gjendja e xhenublëkut, ka drejt gruaja me i dhanë fëmijës vet ushqim. Për shembull neve kemi pyetje, thot, na kanë thonë plakat që zguxon me i dhanë tamël në atë gjendje. Çat kanë qenë të ndihshëm pleqton, si kanë lënë trit edhe çfarë kushte të rënda kanë pasur është dashur ujë mundze, si kanë lënë trit me flajt gjunub. Dhe kanë qenë shumë rigoroz në këtë çështje. Kanë qenë shumë rigoroz këtë çështje, saqë kanë thonë se nuk lejohet femna e cila është në gjim me fëmijën e saj, nuk i lejohet asaj me i dhanë fëmijës vet gjim në atë gjendje. E realiteti është se lejohet që femna me ushqy fëmijën e saj edhe nëse është në gjendjen e xhenublëkut. Xhenublëku nuk lejon me fal namaz, dërsa normal punë të shtëpisë që i ka brenda, për një kohë shumë të shkurt, me shku në banjo, me shku me ngran ushqimin, me i dhanë fëmijës ushqim, apo edhe me flet në atë gjendje, nuk prish punë, po prej sunetit është pas kryerjes aktit bashkëshortor që të lahen me një herë, apo spaku të merret abdest. E pastajne nëse nuk ka ujtë nxehtë të bijet me flet, deri në kohë sabahit ka të drejtë më nejt, e pastaj më u zgju edhe me u pastru për hir të Allahut azza wa jall. Ç'është bëhet pastrimi? Pastrimi bëhet i tillë që lahet organi intim, e pastaj merret normal, lahen dur dhe lahet organi intim, pastaj merret sikur abdesti që merret normal abdest, dhe lahet pas abdesit, lahet i tërë trupi duke i fërku anët e djata të trupit, e pastaj edhe anët e majta të trupit. Ky është gusl. E pastaj ne ka të drejt me hy edhe me bë namazin, ibadetin e vet ashtu siç Allahu xhalla shanuhu e ka mësuar. Me po neve sot për fat keq kemi raste, subhanallah, njerëz që i di që kanë fal namaz, i kompon xhamin, ku ndodh në herë takohemi edhe e shoj, thom, hajde hec në xhami, po him, jo hoj se si jam i pasur s'më me fal namaz. Dhe kemi shumë kësi njerëz që s'ka turp, edhe thot nuk jem i pastër për me fal namaz, dhe hecin gjenubat në për rrugët tona, me gjliset tona, me diset tona, kjo duke ju falenderu mos edukimit të duhur fetar në familjet tona, nuk e din. Hoxha shun, prindi shun, atë kush i bën edukimin e tyre, i bën interneti, i bën videot, i bën DVD-t, i bën filmat e shfrenum dhe bën që të kemi shoqëri totalisht të shfrenume dhe të dhënur pas epsheve të tyre shtazarake. Nëse gjunubin e zë koha e agjerimit, dhe ai ka qenë gjunub, i papastër, nëse të ka zonë ajo kohë, që ka me bo? A ka drejt me vazhdu agjerimin? Ka të drejt me vazhdu agjerimin e ti edhe nëse është në atë gjendje. Ka të drejt me vazhdu agjerimin e vetë edhe nëse ka qenë gjunub. Lahet, masi është zgju edhe e vazhdo në agjerimin e vetë. Merë guslen, lahet, pastrohet edhe e vazhdon agjerimin e vetë, se kem pas rase kur thot njëri, vallam kizon gjumi, kom ra me flejt, jem bo gjënub, edhe masene kish pas hi koha e sabahut, mo se kom agjeru atë dit. Jo, ka të drejt njëri, edhe nëse e zër koha e agjerimit në gjendin e gjënublëkut, ka të drejt me marë, me bon jetën edhe me vazhdu agjerimin e ti. Ejakulimi a lejohet jashtë intimitetit femëror apo jo, ka qenë mjet
apo vendi diskutimit mesin e dietarëve, por shumica janë që lejohet me urujt njëri, se kështu kanë treguar sahabët që në kohë pejgamberit e sa ruheshim, mirë po Kurani zbriste e nuk na ndalon të këtë punë, dhe i treguan Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi sa Allah si ta ka shkruar me të ndodh që ti me pas fëmijë, ruaju sa të dush, po ka me të ndodh që të kesh fëmijë, dhe ashtu ndodhe me një sahabi, por nuk kemi urdhë të prem që e ndalon që njeri të ruhet, që mos mbetet gruaja, shtatzon. Dhe po ashtu me këtë po e përfundoj, as se si nuk lejohet që njerëzit të cilët janë në bashkimin, në intimitetin e tyre bashkëshortor, e martesa është obligative për çdo musliman dhe muslimane. Dhe sa më herët më u krye akti martesës, moshën e bylygut kur të hyn, ai që është i aftë fizikisht, ai që është i aftë psikikisht, dhe ai që ka mundësi materiale me e rujt gruan dhe fëmijët e vet, për të është obligative martesa. Do të mu martuaj person, se njerëz më të këqitë Allahu Teala janë beqartë, dhe të vdekurit më të këqitë Allahu Teala në ditë gjykimit janë beqartë, ka në hadithet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sa beqari rri tani tu zgjedh, apo beqar ka rri beqare tu zgjedh. Jo valla po duhet çështu në kushtin, jo po e duhet çashtu, dhe të gjitha kushtet që i vendosin anës së kundërt janë më tepër të karakterit material se sa që ka të bëjë me karakterin fetar në përzgjedhjen e partnerit të gjinisë së kundërt. Ajo që është shumë më rëndësishme është ky intimitet bashkëshortor të mos folet të nesërmen. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadith që transmeton Imam Buhari dhe Muslimi sa jo të tyne. Ka thënë i dashuri Allahu xhalla xjalaluhu, njeriu me pozitën më të keqe të Allahut në ditën e gjykimit është ai i cili i afrohet gruas së vet dhe ajo atij e pastaj i tregon sekretet e saj të tjerëve. Se ki ka strave që kallzon prom që ai kombo, kështu ashtu ne këtë telat për tokë ja qita, ose ajo i kallzon shoqeve të veta që ka ndodhur. Për shkrimi e aktit është haram, dhe ky njeri ka vendin më të keq, pozitën më të keqe të Allahut ditën e gjykimit. Po veç me tregu se ke flajt, prom kanë thënë ulemaja është makruh. Veç me kallzu. Vallahi, prom kem flajt, prom kem bë kështu dhe ashtu, edhe ky llaf, edhe ky mohabet është makruh dhe jo e pëlqyeshme. Prandaj edhe quhet intimitet bashkëshortor. Për arsye se palët janë të obliguar që të ruajnë çdo sekret të tyre. As të bartën fjalët të prind e djalit, as të bartën fjalët të prind e qikës. E jo sikur që ka pas adete përpara, natën e parë me marr çarshafin me qit para dasmorëve, a është i kuq, a është i bardh, ka straves lëga. A kon tamam as kon tamam. Mase kur u përhap harami që shtonë në për kamiona, në për kerra, në për sokake, hupi puna e çarshafit. Ku i mi kallzu më në shtëpi që shka nusi. Kur nuset sot po vinë me bark, po vinë 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj. Edhe hyt gjym mas me u bë dorë, çka u bë si pa prit, çka më bë hajt shpejt e shpejt, që shpejt e shpejt po vjen fëmia. Prandaj duhet patur kujdes dhe duhet mbulu çdo njanit prej partnerëve të kundërt sekretet e veta. Allah na mboloft mangësitë tona, ya Rabbi. Allah na bashkoft në ato që është i kënaqur Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Allah mund të softë inshallah treve tona që të kenë bashkëshort dhe bashkëshorte të hajrit dhe musliman të mirë. Allah na mundësof që të kemi pasas të hajrit, ya Rabbi. Allah na mundësof që të kemi familje të hajrit, ya Rabb. Allahu xhalla shanu na mundësof që të kemi shoqëni të hajrit, inshallah. Allah xhalla shanu na mundësof që të mësojmë ato që na i ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe që të mos kemi turp për mësimin e çështjeve të fesë tonë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Knojna, imi her për hajja bojna, Vive Zoti u beko, dhe mirësia ta ju shko, hajde sonte.